Sot do të përgatisim një çorbë me perime super e shijshme, super e lehtë për përgatitje, për plot me vitamina dhe vlera ushqyese. Pa humbur kohë, vazhdojmë menjëherë me prezantimin e kësaj recite. Mos humbur kohë, gjatë prezantimit të videos, të gjitha produktet që na nevojiten, më tashmë i kam pastruar dhe do të vazhdojmë vetëm që t'i coptojmë. Në një tenxhere më të madhe, fillimisht do të shtojmë një lugë gjelle gjalp. Ju mund të shtoni margarinë ose vaj, ajo mbetet shija e juaj. Në zjarr mesatar do të presim derisa gjalpi të shkrihet. Të parën të gjalpi i shkrir e shtojmë qepën dhe e fërgojmë pak derisa qepa të fillon të zbutet. Tani shtojmë edhe gjysmë speci jeshil dhe unë po shtoj edhe pak spec djegës të kuq. Nëse ju nuk doni djegës, mund që ta lini anësh. Vazhdojmë, fërgojmë vetëm për 2 deri në 3 minuta. Gjatë kësaj periudhe të ftoftë, ku mbyzotrojnë virozat, unë preferoj që çdo ditë të kem nga një çorbë të ndryshme në shtëpinë time, dhe kjo është një nga të preferuarat. Tani që qepa është fërguar dhe ka ndryshuar edhe ngjyrën, vazhdojmë brenda të shtojmë 2 patate të prera në copëza pak më të vogla. Shtojmë edhe një karotë, unë kisha karotën pak më të madhe, nëse keni më të vogël, mund të shtoni edhe 2 karota. Fërgojmë vetëm edhe pak, derisa edhe karotat edhe patatet të marrin një ngjyrë të bukur. Unë po shtoj hudër pluhur, por ju mund të shtoni edhe thelbi hudre. 2 lugë kafeje erëza të përziera, unë po i përdor këto erëzat e famshme të Magit nga fabrika Nestle. Pak fytet kuq për një ngjyrë më të bukur. Një domate, nga e cila e kam larguar lëvorën dhe e kam prerë në copëza më të imta. Domaten gjithmonë e lëm në fund, sepse domatja lëshon lëng dhe nuk do të mund që të fërgohen perimet e tjera. Tani shtojmë ujin. Në total do të shtojmë 1 litër e gjys ujë. Për këto masa, duhet që të shtojmë brenda 1 litër e gjys me ujë. Dhe për t'ia shtuar edhe proteinat brenda, do të përdorim edhe 300 gram fili të pule të ngrira. Do i vendosim ashtu si janë të tëra, pasi na duhen vetëm që të zihen dhe pastaj do t'i largojmë nga çorba ku janë duke u zier. Ndiqeni video me kujdes, ju lutem. Tani përzijemi edhe një herë të fundit dhe lejojmë që çorba të zihet dikon për 15 deri në 17 minuta, derisa të sigurohemi që filetat e pulës janë zier dhe karotat janë zier, sepse atyre dyjave ju nevojitet kohë më e gjatë për zierje. Zjarrin bane në mesatare që mos të marrë val uji dhe mos të na derdhet çorba. Në këtë çorbë nuk do të shtoj kryp, sepse po përdor edhe një bulion të pulës nga Magi. Pra shtuam pak erëza të përziera nga perimet, tani do t'i shtojmë edhe bulionin me aromë të pulës. Tani dikon pas 20 minutave do ta largojmë mishin e pulës nga tenxherja ku është duke u zier. Dhe me anë të një blenderi, vazhdojmë tani që ta bluajmë çorbën dhe ta bëjmë kremuze. Tani marrim 2 pyron dhe mishin e pulës, i cili është zier mjaftueshëm, vazhdojmë dhe e coptojmë në copëza më të vogla. Dhe tani mishin e coptuar, vazhdojmë e rikthejmë te çorba.
Tani çorba është gati, por unë sipër do t'i shtoj edhe pak gjalp të djegur me pak piper të kuq dhe pak nenexhik. Dashur miq, në këto momente çorba është gati. Ju garantoj se është një nga çorbat më të shijshme që keni mi provu, përplot vitamina dhe vlera ushqyese, të jetë lehtë për përgatitje dhe ideale tani për sezonën e dimrit.